Vlla dhe motër, të begatofti madhi Zot, falju Allahut madhnushëm. A do kaloj dita? Pse ti nuk e merr bereqetin e faljes? A do kaloj java? Ti pse nuk i falësh madhit Zot? Pse them falja e specifikoj çdo ditë që duhet? Tha në Kur'an: "Wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Tha falen namazin. Ç'a bën namazin? Një nga mrekullitë e namazit se ka shumë. Tha namazi të largon nga veset shëmtuara dhe gjërat e këqija. Wala dhikrullahi akbar. Vazhdon ajeti. Tha përmendja e Zotit është më e madhja. Zhduken veset kur Zoti është prezent. Sa përmend madhin Zot, ikën shejtani mallkum. Sa përmend madhin Zot dhe ecën me jetë islame, ikin veset njëra pas tjetrës largohen. Tha waqtimi as-salah, tha faluni o njerëzit e mi. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tha duke u fal do të largoheni nga bota e keqe, e veseve, epsheve të këqija, gjërave të shëmtuara. Wala dhikrullahi akbar. Tha përmendja e të madhit Allah është gjë më e madhe që ekziston. Për të fal, i tha njëri profeti, mos i thuj tjetrit sa e takon. Ai s'ka besu akoma mirë Zotin, i thu falu 5. Fal dhe synete. Fal dhe namaz nate. Edhe vetëm kur ta shohësh do më e taku më, është larguaj, se s'takon më. Se ja ke bu aq të vështirë, sa i shtove përveç çfarëve, i shtove dhe synetet, fal namaz natë, ja bërë shumë të vështirë dhe ikuaj. I shkoi njëri profetit alayhis salam, transmetimi i qartë, i vërtet. Tha i dërgumi i Zotit 5 nuk i fal dot, du me fal 2, tha fali 2. Njëri tha drejt për drejti. Në transmetim të vërtet, i dërgumi i Zotit tha, unë 5 nuk po i fal dot. Siç thonë njerëzit sot, s'kam kohë, gjen kohë për çdo gjë përveç për namazin. Tha po unë 2 i fal. Dikush thotë unë e fal sabahun dhe yacin, se sabahu kur dal nga shtëpia, pastaj kam shumë punë, thuaj se ti je miliarderi i botës, i ka gjithë hallet e botës, edhe vim darkët e fal tjetrën. Thuaj po, i than profetit si, tha duke i fal 2, do shkoj do t'i fali 5. Duke i fal në fillim 2, do ta shikoj se shejtani ç'a të bën kur i thu 5, i duket sikur çdo çast është duke u fal. Kur fakt ato 25-30 minuta janë. Por në të njëjtën kohë ti e lehtëson. Ai kur ta shikoj që i fal 2 dhe nuk janë shumë të vështira, ai do t'i bëj 3, do t'i bëj 5, do t'i bëj 10. Por duke e fal namazin ai ka fituar shumë. Kur dalin përpara sundusit madh gjithësisë, largohesh tu nga veset, nga të këqijat, pse është ndërlidh kjo? Tha pyetja e parë që i bëhet njeriu në ditë gjykimit është namazi. Nëse thot i del falja mirë, gjithë veprat e tjera i shkojnë mirë. Pse i shkokan të tjerat mirë? Sepse ai që është fal me rregull, ka qenë larg botës të keqe dhe vetë shkojnë në xhenet pra. Nëse del përpara Zotit pasi lloj namazi, pasi lloj të mire, namazi si ka thirr motrat e veta që janë mirësitë e tjera, ka rrezik me shku në xhenem. Se ku e përmenda unë xhenemin, më tha njëri, tha mos i trem njerëzit. I thash ç'a punë bën? Jo pa punë jam, tha. Më thash me që ke pa punë, derisa të gjesh punë, do të më u bë hoxha, si e ke hallin. Ngatrohesh ti me këtë punë. Qa bon s'ka ma si pun? A mirë, thash, derisa të gjesh pun, bo hoqë. Ka mundësi me pushu? Sepse, thash, kur i madhi i Zot shpjegon Kur'an, zjarën e xhenemit është rahmet dhe mëshirë. Thash, nuk e kuptoj. I thash, ta shpjegoj. Të vjen jurist edhe të thot, jurist në këtë botë, dhe të thot, kujdes me ligjin. Kjo është e lejuar, kjo është e lejuar, kjo është e lejuar, por kjo është vepër penale, kjo është vepër penale, kjo është vepër penale të çon në burg. Ti çai thu juristit, pse e ka që i keq dhe më frikson, apo i thu faleminderit që ma tregove ligjin. Tha unë e falenderoj shumë atë se më shpëtoi nga burgu. E tha i madhi Zoti thash don që ti mos t'i bësh disa gjëra të shkosh në burgun e xhenemit. Tani e kuptove? Po, tha e kuptova. Se njerëzit do të më ia dhon shembujt me këtë botë. Më ia dhon të kuptueshme dhe më ia dhon siç duat, sepse nga herë në njerëzit subhanallahu. Fillojmë akuzojmë Zotin kur ne i pranojmë këtë botë. Më tha njëri mu shumë janë 5 vakte. Është vështirësu kjo punë. Agjerimi i vështirë. Pak të në pim pak. Hajmë pak, pos hajmë shumë. Zeqati këshu, filloj a i boni fejmë vete. I thash, o i nderum. I madhi i ve regullat, i vogli i pranon. Ja, tha, se pranoj unë këte. Po le e thash kush jeti këte e ka pranu gjithë politika shqiptare. Bashkimi Europian. Donë ti me hymë bashkimin Europian. E imagjinoj politikan një Shqipërisë të shkojët i thot, kriteret që keni vendosur ju për të integruar në bashkimin Europian s'janë mira. Dhe e shohin me çudi, sepse kriteri ky nuk bën, duhet kështu, ti je i vogël, çfarë do thuash, ti po mbaron të hysh në të integrohesh më të bëhesh pjesë e saj. Dhe ato sa të shikojnë që ti po i mëson ato, se janë lart në krahasim me ty që do të shkosh atje se s'do ai të vi ke ty.
Ai fillon dhe thot, ku o doktori ta vizitojmë se si e ka mirë. Tani kur BE-ja ka vënë kritere dhe ti duhet mi zbatua, si politikanë thot që i kanë gabim, thot, hajde ti plotsojmë, kur si jemi të i plotsu, po si ide po them. Por tani kur vje puna ke BE-ja, ke integrimin NATO, ke liberalizimin vizave që kalum, këtu duhet mi plotsu kriteret një për një. Ke i madhi Zot duhet mi amësu në Zotit, mos na i veja i ti vem ne nga pak, ta mësojmë ne atë, hasha lillah. Subhanallah al-azim. Kur shpjegohet shu, po e kuptoj. I madhi Zot vendos standardet dhe kriteret, tim që ofse do në shkon nga i, s'ka për të ardha i këty. Kur BE-ja që janë njerëz, me njerëz që jemi ne dhe të ven kritere, po i madhi Zot për shku në faljen e ti, mshirën e ti, në begatin e ti, në mirësin e ti, si mendove ti se kalon këshu? Tha gjoja e parë që do të pyetet atje është namazi, nëse ajo është mirë, çdo gjë shkon mirë, shkon në xhenet, nëse namazi mungon, ka mundësi tjera të jenë shumë të këqija, të shkosh në zjarr të xhenemit, në burgun e xhenemit. Prandaj çdo vëlla dhe motër duhet dalin nga monotonia, nga mos kuptimi i mos faljes namazit dhe të fillojë t'ia drejtoj shpirtin edhe zemrës, mos t'i kaloj as i ditë pa e falendëruar Madhin Zot pa i fal namaz. Kjo është ajo që na mësoi Islami.